Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dërum, Allahu Gjeleshanuhu është ai i cili na e dha jetën tonë. Allahu Gjeleshanuhu është ai i cili na nxori në dynja dhe na tregoi qëllimin e ekzistencës tonë në dynja. Po Allahu Gjeleshanuhu, si që është krijuesi i jetës, është edhe krijuesi i vdekjes. Si që thot edhe në surën Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thot Allahu Gjeleshanuhu është ai i cili e krijoi thot vdekjen dhe e krijoi jetën. Për çfarë arsye? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që t'ju sprovoje juve dhe t'ju vendojen test cili prej juve do boje më shumë punë të mira. Pra për këtë kemi ardhur në dynja, që të mundofmi sa më shumë t'i shtojmë punë të mira, se kjo botë është bota e të mbjellmës, e ahireti është bota e të kormës. Atje marrim shpërblimin e punës tonë që e kemi bën këtë dynja. Këtë dynja duhet punojmë për ahiret, e shpërblimin e punës që e bëjmë këtë dynja, do ta marrim botën tjetër. Po xhamat, është një problem. Njerëzit tonë fatkeqësisht nuk bindën se një ditë do dalim para Allahut. Krejti dim 6 kushtet e imanit, krejti dim se prej kushteve të imanit është njeriu musliman të besoje se një ditë do dalim para Zotit, ama shumë pak në praktik e tregojmë se jemi të bindën këtë çka duhet besojmë. Ka një anë me i thonë si cilit prej muslimanve, a e din se të dalim para Allahut? Po. Ama punon për daljen para Allahut? Jo. E tash ne këtë duhet ta rregullojmë, këtë defekt xhamat. Atë që e besojmë ta vendojmë praktik, të punojmë me atë çka e besojmë, jo vetëm të thuajmë xhamat. Jo vetëm të thuajmë se e besojmë, po edhe të punojmë bazë asaj. E kur i shesot disa njerëz i ka mashtru dynjaja, edhe shpresat nuk i hupën pi dynjas. Krejt dynjan e shet e vdek, ama vetit vet i thot ti dërrësh gjatë, ti kje vakët hala. Po kur t'ja nisish ti? Kur ti e kjem plan t'ja nisish me namaz? Kur e kjem plan ti ta vesh shamin, ato gra që janë pa shamia, vajzët pa shamin? Kur e kjem plan? Po kur në plakëm, kur dal në penzi. Kur dal në penzi dhe falëm, kur dal në penzi dhe mba Ramazan, kur dal në penzi dhe shkojnë haxhillok, kur dal në penzi dhe largohën pi kazinos, kur dal në penzi dhe largohën pi kamatës, kur dal në penzi dhe largohën prej zinas. Ma penzia ka punë xhamat. Tash ta shohim penzina do ta mbrim. E çka thot pejgamberi alayhis salam në një hadith që e regjistron Tirmidhiu, Ibn Majah dhe shumë të tjerë, ndërsa e transmeton sahabiu Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thonë, thot mosha e umetit tem është 60 deri 70. E pak thot janë ata që do ta kalojnë 70-shën. Fjalë e pejgamberit alayhis salam. Një numër i dietarëve kanë thonë se kjo hadith është sahih. Çka thoi ka pejgamberi alayhis salam? Mosha umetit tem, që këti miletit ton, thot është prej 60 deri 70 vjet. E pak thot janë ata të cilët e kalojnë 70-shën. Kja fugim një sy vetëm xhamatit çka jemi brenda xhamie. Nëse që këtu jemi parafërsisht 200 veta, nëse i njehim ata të cilët janë mbi 65 vjet, dalin shumë pak. Se ju ndoshta hunxhët nuk i shifni, ama unë prej këtu nuk i shoh më shumë se 15 pleqnit të cilët janë mbi 65 vjet. Shumica janë ndër këtë moshë. Dhe si cilën shoqni ku shkojsh ta shofsh, pleqnit janë më pak se rinia. 3 ka më shumë, pleqnit ka më pak. Një studim të cilën e ka bërë një institucion i medicinës në Angli dhe kanë bërë një statistik e popullatës botërore dhe kanë pa se sa është jeta mesatare e njerëzve në botë. Sa jetojnë mesatarisht dhe në cilën mosh mas shumë t'i ka vdekje.
Dhe a i dini çka është interesante të ki studim? Të ki studim kanë ardhur në përfundim xhamat se vetëm 8% e njerëzve në botë e kalojnë moshën 65 vjet. Vetëm 8%. Vetëm 8% e popullatës botërore jetojnë më shumë se 65 vjet. E tash, shumica e njerëzve që vdesin janë në mes moshës prej 15 vjet deri në 65 vjet. Ata që vdesin prej 15 vjet deri në 65 vjet, statistika ka tregu se është 66% e popullatës botërore. Do thot 66% e popullatës botërore, pra shumica e popullatës botërore vdesin ndërmjet 15 deri në 65. E 26% e popullatës botërore vdesin ndër 15 vjet. 26% e popullatës vdekja u vin para moshës 15 vjet. E shohim sa është kjo statistikë interesante. Kjo xhamat duhet na vetëdijsoje pak. Kjo duhet na vetëdijsoje se pak janë ata të cilët e mbrin, do thot mbi penzit jetojnë. Vetëm 8% e popullatës botërore jetojnë, nëse çtu jemi 100 veta, vetëm 8 dhe mbrin mbi 65 vjet. Vetëm 8, pra 8%. Ne sot, jo 8%, ne 99% e njerëzve mendojmë se dërrojmë 100 vjet. Bile dikujt edhe 100 që i duket pak. Sot me ju thonë për vdekjen, bile u ka bo problem disa o gjallar, e ka im frikë të folin për vdekjen se po u trejmët xhamati. O gjo, mos folim e ju o gjallarës kishit dit vetëm vdekja. Po pse a dërrish për sa hera? A s'ka vdekja? Xhamat ne s'duhet të mendojmë se dërrojmë për sa herë. Ne për dit vorrosim dikandin. Po pse atër ne japim flat veti ton, se une pela 100 vjet di bëj. Ku e din ti? Kusht ka thonë ti se dërrojsh qash gjatë? Ne nuk e dim xhamat imbrin, mund të jetojsh 60, ndoshta 80, dikush i 20 vdes. Ama për çdo situatë, pa marrë parasysh sa dërrojmë, ne atë nuk e dim, ajo është gajb. Po çka dim? E dim se kemi mundësi për të punu punë të mira, çket e dim këtë. Vdekjen se dim kërkush kur e kemi. Ama se kemi aftësi për të punu punë të mira, këtë e dim si cili. Çka të ndalë ty prej namazit? Çka të ndalë tash kur të vije i qindia, ti ti thojsh vetit, hajta fali qindin. Ama jo, habe leje se ka vakët, rena ma e madhe xhamat, që ja ka thonë njeri vetës vetë ndonjëherë, është ka vakt. Duke mos e ditë se sa ka vakt. Kur e din, me ditë sahatin, për shembull, në 3 duhet shkoj dikundi. Edhe tash është një e xhims, thom ka vakt, një saat e xhimsi kom. Ama ti sahat nuk kije, ti nuk e din se sa ka ardhur koha, edhe thot kam vakt. Po ka e din, ndoshta ka kalu vakti. E kjo është rrena më e madhe xhamat që ja thojna ne vetit ton. Nuk falem se kam vakt, unë s'mbar Ramazan, kam vakt. Cilin vakt, me cilin sahat punon ti? Me çfarë sahati punon ti që e din se ki e vakt? E xhamat mos i neglizhojmë punët. Mos i lëm vetin anësht e ngaren bas dynjas, se një ditë dynjaja dësoset. Një ditë dynjan dhe lam. E a ditë që dhe lam dynjan, e atëherë e shohëm kush ka punu ma shumë punë të mira. Ahsenu amela, kush i ka bo punët ma të mira. E inshallah te ala të jemi prej atyne të cilët do t'i bëjmë punët ma të mira. Mos bofmi prej atyne të cilët e kalojmë jetën të bot këshia i gjunahe. Se xhamat njerit nuk i dihet kur e ka momentin e fundit. Ti thot sot jam mirë, i shëndosh, top form, unë e bëj çka du. Po, ama bashkë në qatë moment kur ti mendon se jenë top form, mund të të vinje do thot e vdekja. Se me laqen e vdekjes pazarllëk nuk ka. Po vëllai fort beke haxhia, i fort beke filani si vdiq. Po ti çka mendon se a pilivana do përlahet me laqen e vdekjes a? Po nuk del pilivana, i nuk të pyeten sa je i fort, a je boksera, karatista, çka je. Nuk i intereson ati. Ati vetëm i intereson atë ka ardhur dakiki, kur të vjen dakiki, edhe njeri më i fort bëhet më njëherë për tabut. Mos e hapim shumë vullnet vetit ton, hase kam vakt i fort jo mune. I grahi gjunaheve, kur në qakëm dë bohëm pishman, atër dë bohëm gjeri mirë. E xhamat pleçnin, 8% e popullatës e mbrin, e ada i është prej kësaj 8% që nuk e dim, inshallah Allahut na e bëhet mundshme, nëse jemi të mbushim jetën me punë të mira. Se tha pejgamberi alayhis salam, njeri më i mirë është ai që e ka jetën e gjatë edhe punë të mira. A njeri më i keq është
ai që e ka imbrin e gjatë, a punë ti ka të këqija. Dhe thot dikush i xhamat jeton shumë, ama zullumqar, punë të këqija. I keni pa disa ato e i keqi rën shumë. Ha, do thot ka njerëzit këqi që jetojnë shumë. E kjo është njeri më i keq te Allahu. Ama ka njerëzit që jetojnë shumë, ama i mbush punët e mira, ai punon mirë, u ndihmon tjerëve, edhe pse është plak, ama bën punë të mira, falet, e bën këshill të mirë, i largon njerëzit prej të këqijave, u folën mirë të tjerëve, mundohet boje sa më shumë të mira. E ki xhamat është njeri më i mirë që jeton gjatë, është plak në mosh, ama bën punë të mira. E këto nuk janë të njëjtë. Një plak i mirë dhe një plak i keq nuk janë të njëjtë xhamat. Nuk mund bëhet barabar e mira me të keqen asnjëherë. E inshallah të jemi prej atyne të cilët do të bëjmë punë të mira, e Allahu na e bëj të mundshme këtë jetë që ne ka dhënë, ta mbushim me hajrate, e të largofmi prej gjinaheve. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.